Kjo aktivitet zhvillohet si për çdo vit në 14 mars, ditën e legjendës Apollonisë shqiptare Kujtimi Marasi. Kur për çdo 14 mars, gjithë botë e sportit, siç e shikoni gjithashtu, trajnerat, ishoneti, miq, dashamirës, afrohen te shtatorja dhe bëjnë edhe ritualin e radhës për këtë legjendë. Dhe pas kësaj, shoqata e futbollit do zhvillojë një ndeshje, por në nder të Kujtimit në stadionin e Apollonisë. Ti si kujton Kujtimi Marasi? Unë kam pasur fatin që kam lozur 3 kampionate me Kujtimin, nga 91 deri në 93. Për mua ka qenë nga sulmuesat më papërshtatshëm, jo vetëm në cilësitë e tij të mrekullueshme fizike dhe aftësive shënuese, por dhe si njeri. Mbaj mend që me Kujtimi kur lozë sulm, kundërshtari nuk lozë me 4 mbrojtësa, por lozë me 8 mbrojtësa. Sepse në çdo lëvizje të tija 4 mbrojtësa ishin pas Kujtimit. Dhe krijonte gjithmonë hapësirën e dur për të qenë i rrezikshëm në kashtin portës. Për mua ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme.